Të gjithë e din historinë e Titanikut, por pak njerëz e din të vërtetën e frikshme se si u gjet anija. Në vitin 1985, eksploruesi amerikan Dr. Robert Ballard bleu pajisje për kërkimin e Titanikut, por kishte një problem. Kërkimi kushtonte miliona dollar që ai nuk i kishte. E dini si e siguroi financimin? Nga US Navy, por me një kusht sekret. Ballard nuk duhej të kërkonte Titanikun. Detyra e tij reale ishte të gjente 2 nëndecë amerikane të fundosura gjatë luftës së ftohtë, USS Scorpion dhe USS Thresher. Navy e pranoi publikisht këtë mision vetëm vite më vonë. Ballard duhej t'i analizonte rrënojat për të parë nëse kishin shpërthyer për shkak të armiqve apo defekteve teknike. Pasi mbaroi misionin sekret më shpejt se sa pritej, ai pati disa ditë të lira dhe pikërisht në ato ditë arriti të gjente Titanikun në 3800 metra thellësi, një nga zbulimet më të mëdha të shekullit. Kështu lindi legjenda, fal një operacioni të fshehtë ushtarak. Pa këtë mision sekret, ndoshta Titaniku nuk do të ishte gjetur kurrë.